Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillim lajmet në televizionin 4+. Posta shqiptare në Lushnjë filloi sot shpërndarjen e bonusit të fundvitit për pensionistët nga 10 deri në 15.000 lekë. Pensionistët shprehen të kënaqur, por do dëshironin që këtë shumë ta merrnin çdo muaj, jo vetëm një herë në vit. Sot filloi shpërndarja e bonusit të pensionistëve në Bashkinë Lushnjë nga Posta Shqiptare. Pagesa merret sipas datës për secilin pensionist, ndërsa shuma varion nga 10.000 deri në 15.000 lekë të reja. Shpërblimi do të paguhet gjatë gjithë muajit të dhjetor 2025 dhe kur nuk tërhiqet brenda këtij muaji, mund të tërhiqet deri në 30 qershor të vitit 2026. Pensionistët shprehen të kënaqur, por do preferonin që pensionit ta kishin më të lartë dhe këtë pagesë ta merrnin çdo muaj, jo vetëm një herë në vit. Jam e kënaqur. Sa lekë more? 150. Inshallah po na e ngren. Inshallah rrojmë ta ko. Zoti mirë. Të hanë edhe neve. Tani si pa hiq jemi të kënaqur. Jemi të kënaqur. Se për tipte më shumë më mirë do të ishte. Sa lekë more? Mora 100.000 lekë. Nuk do ishte mirë këti merë çdo muaj të lekë? Ma mirë do ishte, po aq është mundësia e qeverisë. Ne më përpara s'merrim hiq. Tani po marrim diçka. Jo, marr 400 edhe 100 tash 500 do marr. A jeni të kënaqur? I kënaqur, se ka dhe më mirë, po ka dhe më keq. Do ishte më mirë një rritje çdo muaj apo një bonus një herë në vit? Jo, më mirë rritje çdo muaj që ti kemi për muaj ato. Jo, se e prishim një herë ato. Ai, për shembull, i gjatë, kryeministri, kaq pati kaq. Ne kemi marrë më pak. Nga shpërblimi parashikuar do të përfitojnë 762.740 pensionistë dhe përfitues të tjerë, nga të cilët 640.325 janë pensionistë në pension pleqërie dhe 2.322 në pension social, 65.232 persona në pension invaliditeti, 48.087 persona në pension familjar, 6.774 persona me një trajtim të veçantë financiar si minator të nëntokës, punonjës të ndërmarrjeve ushtarake dhe ushtarak në pension të parakohshëm. 14 familje janë në konflikt pronësie në fshatin Boçov të Fierit, pasi kompania Bervi Construction u mori parcelat për të ngritur panele diellore. Po na zaptojnë tokat që na i ka dhënë shteti. Është kryefjala shqetësimit të 10 banorëve të njësisë administrative Levan, të cilat kanë tokat e tyre në fshatin Boçov të përfituara me ligjin 7501. E kultivojmë prej 30 vitesh thonë ata dhe jemi taksapagues të rregullt. Por prej një viti gjithë sipërfaqja që u takon 14 familjeve figuron me certifikat pronësie në emër të kompanisë Bervi Construction. Banorët thonë se ata tashmë nuk po mund të afrohen më tokave të tyre, ndërsa për këtë situatë janë ankuar në të gjitha institucionet, por pa marrë një përgjigje konkrete. Jemi në dieni që këtu do të ndërtojnë panele diellore, thonë banorët, por në tokar kjo nuk është e lejueshme. Unë kam marrë në vitin 1997 me aktin e marrjes tokës në pronësi. Nga vitin 1997 deri në 2025 që i kam letrat këtu, që kam pagu taksat. Në vitin 2023 kanë filluar veprimet e këtyre letrave. Dhe në vitin 2024 janë pajis këto me certifikat mbi pronat tona. Pra, 30 vjet e paguaj unë, kurse ai një ditë bukur vjen edhe e merr. Na del një tjetër pronar për këtë tokë, ne kemi paguar taksat rrullisht çdo vit. Çet herë deri sot. Edhe nuk kemi as tokë tjetër që rrit para ditës të pjesë tokë kemi rresë tjetër tokë. Pra kjo është vetëm mundësia juaja për të jetuar, nuk kemi tjetër. Jo, semi ku pas një vend kemi tokë, as i fillon tokë se kemi kon. Tash i besoj me pa drejtësi, a me drejt atyre se si është e punë vinë në zonë tokën. Edhe erdhi policia këtu, aty që ishte nuk thonë hare me ne tash drejt organizatoria. Ki ka certifikat, jo certifikat. Ora po kemi tapinë tokë kështu në anë. Jo. Në thaj policia që sot apo jo. Po. Jo. Kia ka drejtë, ju s'keni drejtë. Është e padrejtë që ne ndemi institucioneve prej 3 dekadash për të pajisur me certifikat pronësie dhe papritur tokat tona dalin me mbivendosje, thonë ata. Kërkojmë nga shteti që të shikojë të vëri dorë dhe të merret me problematikën që ne kemi në tokat tona, sepse neve ushqejmë fëmijët dhe jetojmë këtu. Nuk duhet që neve ta lëmë dhe tikim. Duam që ne të jetojmë këtu. Nuk duhet të lëmë Shqipërinë se vjen një kompani dhe ne na e marrin tokën.
Kam 30 vjet, kam aplikuar disa herë, nuk marr certifikat, vjen ai në 2024 dhe e merr. Unë paguaj taks, unë për 2025 i kam të paguar tani taksat që duhet ta kisha të mbjellë që fëmia im të ushqet. Duhet ta kisha të mbjellë dhe ata nuk më lanë. Taksat është 2025 të paguara taksat për të vit. Dhe u drejtova dhe komunës, i thash ju lutem, a kam paguar taksat, po hajde më thoni, kam sjell dhe komunën, ka bërë verifikimin në teren. Atëherë ti ke paguar taksat për diçka që ke? Për diçka që se kam ai thot, nuk është e jotja, vjen me certifikat se është e jotja. Komuna më vërteton që është e imja. Qarku më vërteton, ngrihet hipoteka, jep një certifikat të padrejtë. Përballë kësaj situate ata apelon një zëri tu jepet e drejta përfitimit të tokës, pasi është e vetmja mundësi të ardhurash ekonomike për familjet e kësaj zone. Ndërkohë, sipas informacionit të marrë pranë njësisë administrative Levan, disa prej banorëve kanë dërguar ankesë zyrtare dhe përballë kësaj situate, firmës Bervi Construction i është kërkuar të paraqesë dokumentacionin që disponon, por ende nuk kanë kthyer asnjë përgjigje. Avokatja mashtroi disa persona duke u marrë shuma parash pa hapur asnjë proces gjyqësor. Prokuroria e Fierit dërgon në gjyq avokaten. Prokuroria e Fierit ka dërguar në gjyq një avokate e cila ka mashtruar disa persona duke u marrë shuma parash pa hapur asnjë proces gjyqësor. Bëhet fjalë për shtetasen me inicialet AB, e cila akuzohet për veprën penale mashtrimi. Sipas njoftimit të policisë, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier përfundoi hetimet dhe dërgoi në gjyq shtetasen AB për veprën penale mashtrimi më shumë se një herë. Nga hetimet pas denoncimeve të bëra nga shtetas të ndryshëm, rezultoi se e pandehura AB në cilësinë avokates, nëpërmjet gënjeshtrës i ka përvetësuar personave të ndryshëm shuma të ndryshme monetare me pretendimin se kjo vlerë i duhej për përfaqësimin si avokate, por në fakt nga ana e të pandehurës nuk është hapur asnjë proces gjyqësor apo nuk janë kryer veprimet administrative apo procedurale të pretenduara prej saj. Për ta bërë të besueshme pretendimin e saj, në raste të caktuara, ajo i ka dorëzuar shtetasve akte që përmbajtja e tyre nuk përfaqësonte realitetin. Kjo mënyrë veprimi nga e pandehura është përdorur dhe në raste të tjera dhe përgjithsisht të dëmtuarit identifikoheshin shtetas të cilët jetonin jashtë territorit dhe nuk kishin mundësi të ishin prezent në çdo kohë në Shqipëri dhe nuk kishin informacione në lidhje me procedurat gjyqësore apo administrative që pretendonte që ndiqte avokatja në emër të tyre. Në përfundim të hetimeve, organi akuzës ka dërguar për gjykim të pandehurën AB për veprën penale mashtrimi më shumë se një herë në dëm të viktimave AS, KS, OSH dhe DL, dhe të veprës penale mashtrimi me pasoja të rënda në dëm të viktimës MSH, gjithashtu dhe për veprën penale falsifikim i dokumentave. Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, ka 9 ditë pa transport urban. Punëtorët e trafikut urban vazhdojnë protestat për borxhin që konsiderojnë se komuna e Prishtinës e ka ndaj tyre. Prej 9 ditësh tashmë punëtorët e trafikut urban dhe operatorëve privat po protestojnë për borxhin që konsiderojnë se komuna e Prishtinës e ka ndaj tyre. Ata kanë paralajmëruar radikalizim të veprimeve dhe bllokim të qytetit me autobusët nëse zvarritet edhe më tej çështja e mos alokimit të mjeteve financiare për pagat e tyre. Përfaqësuesi i trafikut urban Elmi Gashi u ka bërë thirrje Ministrisë së Financave por edhe komunës që të reflektojnë, duke theksuar se ata janë bërë si një top ping-pongu. Me 27 nëntor është mbajtur një seancë e jashtëzakonshme në Këshillin Bashkiak të Prishtinës, ku u votua aprovimi i fondeve me vlerë 28 milion euro. Tani pritet që Ministria e Financave t'i alokoj parat nga thesarit tek komuna dhe më tej të lejohet shpërndarja e tyre tek transporti publik dhe privat. Mediat vendase e thonë se komuna i detyroi trafikut urban 2.4 milion borxh dhe 2 milion operatorëve të sektorit privat. Qarkullimi i autobusëve në kryeqytet është ndërprerë që prej 24 nëntorit, duke mos ofruar shërbime për qytetarët që kanë gjetur zgjidhje alternative për të shkuar në punë, në shkollë apo në aktivitetet e tyre të përditshme. Sot është dita e dytë e protestave të fermerëve në Greqi për skandalin e mashtrimit në bujqësi. Fermerët bllokojnë rrugën dhe përleshen me policinë. Dita e dytë e protestave në Greqi u shoqërua me përleshje mes fermerëve dhe forcave të rendit, duke detyruar këta të fundit të përdorin gaz lotësjellës kur fermerët donin të përmbysnin një autobus të policisë në Nikaja të Larisës. Fermerët grek kanë bllokuar me traktor disa akse rrugore kombëtare në shenjë proteste për vonesat e krijuara në dhënien e subvencioneve të Bashkimit Evropian pas një skandali korrupsioni. Blokada vjen pasi 10 persona u arrestuan javën e kaluar në një rast mashtrimi në bujqësi që zbuloi se miliona euro u paguan në subvencione të palishme nga organizata përgjegjëse për shpalljen e fondeve bujqësore të Bashkimit Evropian.
Me vendosjen e traktorëve në rrugë, fermerët kanë paralizuar praktikisht kalimin në autostradën kryesore veri-jug të vendit, duke përcjellë në të njëjtën kohë pa kënaqësi edhe për koston e rritur të prodhimeve. Fermerët dhe shoqatat bujqësore po organizojnë demonstrata në autostradën kritike Athinë-Selanik, duke sjellë më shumë makineri bujqësore dhe traktor për të përforcuar bllokadën e tyre. Dita e parë e mobilizimit filloi të dielën dhe u shoqërua me incidente në fshatrat Nikaja dhe Platikampos në Larisa, kur fermerët u përpoqën të afroheshin autostradës dhe u përleshën me policin. 2 fermerë dhe 2 oficer policie u plagosën sipas një deklarate nga lëvizja e rezistencës, ELAS. Vonesat në pagesa vijnë mes hetimeve për një skandal në të cilin disa fermerë dyshohet se kanë falsifikuar pronësinë e tokës dhe të bë aktive për të marrë subvencione bujqësore të Bashkimit Evropian. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.